Silvana Braçe është një nga prezantueset më të mira shqiptare. Kjo jo vetëm për paraqitjen e saj fizike, por edhe për zërin e ëmbël dhe qetësinë që përcjell në prezantim. Silvana rrezaton mirësi dhe pozitivitet. Edhe pse ka shumë vite që e kemi parë në ekran, pak veta e dinë se Silvana ka studiuar për ekonomi financë, ku ka qenë një studente ekselente, por rrjedha e jetës së saj ndryshoi krejt papritur, kur një regjizor i televizionit shqiptar e pikasi dhe i ofroi asaj mundësinë për të punuar në RTS. Në ato vite, ky ishte një privilegj i madh që pak veta e kishin. Silvana na dhuroi shumë momente të bukura në skenë dhe ekran, por befas ajo nuk u pa më në programet e radio televizionit shqiptar. Me dinjitetin dhe fisnikërinë që e karakterizon, ajo nuk foli asnjëherë për arsyeën e largimit të saj nga puna, por kolegët e saj u shprehën se kur Silvanës ju kërkua të bënte gjëra që binin ndesh me parimet e saj të punës, ajo i tha jo dhe u largua me dinjitet nga televizioni. Moderatorja është e martuar me një shkrimtar dhe nga martesa, çifti ka një djalë. Silvana shpreh se familja është gjëja më e shtrenjtë për të. Megjithatë, shumë nga ndjekësit e saj janë kurioz të dinë se çfarë pune po bën sot Silvana. Moderatorja është shprehur se ka vazhduar të jetë aktive në organizimin e koncerteve, prezantimin e eventeve të ndryshme dhe angazhime të tjera kulturore. Ajo ka theksuar se ka patur mundësi të kontribuojë në ruajtjen dhe promovimin e kulturës shqiptare përmes aktiviteteve të saj. E pyetur se si ndihet tani që nuk është pjesë e ekranit, ajo thotë: "Mua më mjafton dashuria e njerëzve që marr në rrugë kur më takojnë, por edhe njerëzit që takojnë në evente të ndryshme. Unë nuk mund të bëj televizion kur një format nuk më përshtatet, prandaj vijoj aktivitetin tim duke promovuar kulturën shqiptare dhe vlerat e saj." Silvana Braçe mbetet një shembull i rrallë profesionalizmi, dinjiteti dhe dashurie për kulturën. E keni ndjekur në ekran apo e keni takuar ndonjëherë në ndonjë event Silvanën? Na tregoni kujtimet dhe përshtypjet tuaja për moderatoren. Për më tepër, mund të lini mendimin tuaj në komente.